Sot do të shohim se si Davidi e shndërroi shpellën e tij në një dhomëz lutjesh. Por e vërteta është se kam jetuar shumë gjatë, kam folur me mjaftueshëm njerëz, qoftë në kishë apo jashtë kishës, dhe kam mësuar se ka disa njerëz që në fakt mendojnë se bëhen të bezdisshëm kur shkojnë para Perëndisë në lutje. Çfarë kontrasti me Davidin, njeriu që ishte sipas zemrës së Perëndisë. Një njeri i cili mësoi se si ta kthente shpellën e errët të Adulamit në një dhomëz lutjesh. Gjatë mesazhit të shkuar pam se si Davidi ishte duke ia mbathur. Ai nuk ishte i përsosur në asgjë që mund të përfytyrojmë. Ai ju a kam treguar thembën e tij të Akilit, ju kam treguar se ai kishte këmbë prej argjile. Por ai po ja mbathte. Ai po ja mbathte nga pas një fitore të madhe në luginën e Elahut, ku ai vrau gigantin. Tani ai po ja mbathte, ashtu siç kishte bërë Elia para tij, pas fitores së madhe në malin Karmel. Ai ja mbathi. Së pari, shohim se kur Davidi filloi t'ia mbathte nga Perëndia, ai gënjeu. Por jo vetëm kaq, ai në fakt i kërkoi edhe Jonathanit që të gënjente për të. Pastaj u shtir sikur ishte i çmendur. Pastaj shkoi te armiku i Perëndisë, tek filistejt, te mbreti Akish. Pastaj ai arrin fundin e degradimit. Dhe me një frymë të hidhëruar, Davidi shkruan Psalmi 118:9. Kur edhe mbreti Akish e refuzon, ja se çfarë tha ai. Gjithçka që shohim në këtë psalm vjen nga jeta e Davidit. Ai thot, është më mirë të gjesh strehë tek Zoti sesa të kesh besim princave. Këtu ai fillon rrugën e ripërtëritjes, pasi filloi që t'ia mbathte nga Perëndia, duke lejuar që ta mundte frika e tij. Davidi bën pikërisht hapin e parë, duke mos ia mbathur më dhe duke u kthyer te Zoti. Ndaloi se ia mbathuri me frikë dhe filloi të besonte. Ju kujtohet që ju thash se nuk ekziston ndonjë njeri pa frikë? Ju kujtohet kjo? Nuk ekziston dikush që nuk ka asnjë lloj frike. Ne pamë se Sauli kishte frikë, kurse Davidi nuk kishte. Por tani shohim Davidin të frikësuar, ai vërtet ishte ulur diku i frikësuar. A e dini që frika gjithmonë kur i lini vend, kur e përkëdhelni, kur e lejoni që të lulëzoj brenda jush, do ta pushtoj besimin tuaj në çdo rast. Në çdo rast. Këtu në shpellën e Adulamit, Davidi shkruan 3 psalme. Me qira fjala është një vend shumë i errët. Ai shkruan 3 psalme, Psalmin 34, Psalmin 57 dhe 142. Te Psalmi 142 do të mësojmë se si të mund ta kthejmë errësirën në dritë. Këtu në këtë psalm ai ka filluar të mësojë, ta shndërrojë këtë shpellë të errët, këtë shpellë të ndaluar në një dhomëz lutjesh. Këtu ai thot, vështroj në të djathtën time dhe ja, nuk ka njeri që të më njoh. Unë të këllthas ty, o Zot, dhe të them, ti je streha ime, pjesa ime në tokën e të gjallëve. Pse Davidi në këtë çast thot vështroj në të djathtë? Sepse në atë kohë në përgjykata, mbase ashtu siç është edhe sot, avokati, ai që po ju mbron, avokati mbrojtës ulet në të djathtë të akuzuarit, dhe prandaj ai sheh në të djathtën e tij dhe askush nuk po e mbron. Ai nuk ka avokat në gjykatë që të flas për të. Ai është krejtësisht i vetëm. Askush nuk po e mbron Davidin. Le të shohim vargu 1 tek 1 Samueli 22. Le ta shohim së bashku. Davidi largohet nga Gathi, që është poshtë në rripin e Gazës. Pastaj ai arratiset në shpellën e Adulamit. Pyetje. Çfarë bëni kur gjendeni vetëm në shpellën tuaj të Adulamit? A e dini se çfarë bën shumica e njerëzve? Shumica e njerëzve reagojnë
duke filluar të thonë një varg justifikimesh. E po, e di nëse ai ose ajo nuk do ta kishte bërë këtë, unë nuk do t'isha këtu, por nëse ai ose ajo bëri këtë dhe po të mos kishte ndodhur kjo, janë një mori justifikimesh. Njerëz të tjerë e shndërrojnë shpellën në një fest keqardhi për veten. A e dini festën e vetme ku nuk shkon askush? Mund të ftoni shumë njerëz, por jo, asnjëri nuk ka për të ardhur. Fest keqardhje. Shumica e njerëzve i shndërrojnë shpellat e tyre në një shtrat zemërimi. Ata janë të zemëruar, janë njerëz të zemëruar, shumica e njerëzve shndërrojnë shpellën e tyre në një dëshpërim. Ata dorëzohen. Çfarë dobi e ka? Ju lutem, po ju përgjërohem. Mos e bëni këtë. Mos e bëni këtë. Mos e bëni këtë. Ekziston një mënyrë shumë më e mirë për t'u përballur me shpellën tonë. Lutuni ashtu si Davidi në shpellën tuaj. Një nga reformatorët e hershëm thoshte dikur se nuk ka të bëj aritmetika e lutjeve tona se sa të shumta janë ato. Nuk ka të bëj retorika e lutjeve sa elokuente janë ato. As edhe gjeometria e lutjes sa të gjata janë ato. As edhe muzikaliteti i lutjes sa të ëmbël janë zërat tanë. As metoda e lutjes sa të rregullta janë ato. Madje as edhe teologjia e lutjes. Ju e dini që teologjia dhe doktrina janë shumë të rëndësishme për mua. Edhe pse është e rëndësishme, nuk ka rëndësi si sa doktrinalisht të shëndetshme janë lutjet tona. Lutja më e rëndësishme nga të gjitha është lutja që bëhet me një frym të zjarrt. Lutja me një frym të zjarrt ka shumë vlerë. Ne padyshim mund të dallojmë zjarrin në lutjen e Davidit te Psalmi 142. Unë i këllthas me zërin tim Zotit, me zërin tim i lutem Zotit, para ti paraqes vajtimin tim, para ti parashtroj fatkeqësinë time. Kur vëllezërit dhe shtëpia e babait të tij dëgjojnë për këtë, ata shkojnë që të qëndrojnë me të. Tani po ju jap një lajm të mirë. Davidi mund të jetë duke ia mbathur nga Sauli, por ata që e deshën pa kushte, erdhën për ta ngushëlluar. Davidi mund të ishte një njeri i kërkuar nga njerëzit e Saulit, por ishte ende një vëlla dhe bir i dashur për familjen e tij. Vargu 2. Shohim që jo vetëm familjarët dhe njerëzit e dashur kanë ardhur që ta shohin, por edhe një turmë e larmishme njerëzish shkuan, 400 njerëz. Le të shohim pak përshkrimin e kësaj turme të larmishme në vargun 2. Ata që hasnin vështirësi, ata që kishin borxhe dhe ata që ishin të pakënaqur. Çfarë liste fantastike antarësisë një kishe. Apo jo? Amen? 400 njerëz dhe Davidi bëhet drejtuesi i tyre. Kjo është panorama e të gjithëve ne që e duam Jezusin. Është vërtet, është panorama e të gjithëve ne që nga dëshpërimi shkuan te biri i Davidit, tek Mesia, Zoti Jezus Krisht. Kjo është panorama e të gjithëve ne që erdhem te Mesia i vajosur nga Perëndia Jezusi. Kjo është panorama e të gjithëve ne që kanë ardhur te njeriu i pikëllimit që e njihte hidhërimin. Kjo është panorama e të gjithëve ne që shkuam tek ai për shkak të dëshpërimit. Ne deklaruam falimentimin ton të plot shpirtëror, që nuk mund ta shpëtonim dot veten, që nuk mund ta ndihmonim dot veten, që nuk mund ta shpëtonim dot veten sado shumë vepra të mira që mund të bëjmë. Ne nuk mund ta shpëtojmë dot veten. Ata prej nesh që e pranojnë se në asnjë lloj rrethane ne nuk mund ta çojmë dot veten në parajs. Ata prej nesh që e kanë të pamundur ta kënaqin Perëndin me gjithë veprat e mira që mund të bëjnë. Kjo është panorama e të gjithëve ne që jemi të pakënaqur me atë që na ofron kjo botë dhe që kemi nevojë vetëm për Jezusin. Kjo është panorama e të gjithëve ne që e duam Zotin Jezus Krisht, që erdhëm te biri i Davidit, Zoti Jezus Krisht, Perëndia njeri Jezusi, që i shëroi të sëmurët pa i dërguar faturë, i cili ushqeu të uriturit pa i kërkuar pagesë, që veshit e zhveshurit
me robën e tij të drejtësisë, që çliroi të pushtuarit nga demonët dhe ringjalli të vdekurit. Ky është shpëtimtari ynë. Ky është kapiteni ynë i shpëtimit. Ky është Zoti ynë Jezus, dhe që sërish na mirëpret të gjithëve ne. Të gjithë ne që jemi të rënduar dhe mbajmë barra të rënda që nuk na takon t'i mbajmë, ja dorëzojmë Jezusit. Ai po pret, ai po thot ejani tek unë. Unë dua që të gjithë ju që keni shpallur falimentimin shpirtëror, të gjithë ju që jeni të pakënaqur, të gjithë ju që nuk gjeni dot kënaqësi në këtë botë, ejani tek unë, sepse Jezusi tha, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Ata që ishin në vështirësi, të falimentuar dhe të pakënaqur nga jeta, shkuan te Davidi. Sa panorame mrekullueshme. Sa panorame mrekullueshme nga dhjata e vjetër, për ne në dhjatën e re. Këtu Sauli është si një lloj Satani. Unë nuk po them që Sauli ishte Satani, por ishte si një lloj Satani, dhe faraoni ishte si një lloj Satani. Këtu Sauli është si një lloj Satani, ai është një panoramë e Satanit. Princi të sistemit të kësaj bote. Ai ishte autoriteti, ai ishte në pushtet. Dhe si Satani, Sauli duket sikur është në avantazh. Ai i vrau priftërinë e Perëndis, ai i bëri të pamendueshmen. Sauli është si një lloj djalli. Bibla thot se Satani vjen për të vjedhur, për të shkatëruar dhe për të vrarë. Për këtë arsye ai ishte si një lloj Satani. Satani duket sikur është i fuqishëm tani. Satani duket sikur është në avantazh tani. Satani u përpoq që të shkatronte Mesian e Perëndis, por ai dështoi. Prandaj ai përpiqet të bëjë gjën e dytë më të mirë, të dekurajoj fëmijët e tij. Por Davidi, me të njëjtin shabllon, është si një lloj i Krishtit. E përsëris, ai nuk ishte i përsosur, ai nuk ishte Krishti, por ishte një lloj i Krishtit. Tipologjia është një metodë e arsyeshme e interpretimit të Biblës. Ai është si një lloj Krishti, kapiteni i shpëtimit ton. Ai ishte i refuzuar nga të gjithë drejtuesit fetar. Ai ishte i shpërfillur nga politikanët. Ai ishte i përndjekur nga ata që ishin peshkop në Kish. Ai u luftua nga qeveria dhe në fund ata e kryqëzuan atë. Por për të gjithë ata që e vendosin besimin e tyre tek ai, ata që i kanë besuar atij për shpëtimin e tyre, ai është kapiteni. Ai është çliruesi i tyre, ai është mbrojtësi i tyre, ai është ngushëlluesi i tyre, ai është mburoja dhe mbrojtja e tyre, ai është miku i tyre që i qëndron më afër se një vëlla. Tani të dashur, kur Jezusi u ringjall prej së vdekurish dhe u ngjit në qiell, aty engjëlli u foli dishepujve teksa ata po e shihnin Jezusin të ngjitej në qiell. Ai u tha atyre: "Ky Jezus, jo dikush tjetër, ky Jezus që u është marrë në qiell nga mesi juaj do të kthehet. Dhe kur ai të kthehet, do të mbretërojë në mënyrë supreme si mbreti i mbretërve. Ai do të mbretërojë me madhështi dhe shkëlqim. Ai do të sundojë me një skeptër të hekurt. Ai do të jetë vetmi sovran. Ai do të bëjë që çdo gjuhë i pëlqen apo nuk i pëlqen dikujt, do të përulet para tij. Ai do të bëjë që çdo gjuhë i pëlqen apo jo dikujt, do ta shpallë atë Zot." Më dëgjoni pak. Unë nuk e them këtë me shumë gëzim në zemrën time, unë e them këtë me pikëllim për ata që e refuzojnë ftesën e Jezusit. Dita po vjen dhe të dashur, unë mund t'ju them, ndërsa e shoh botën sot, unë mund t'ju them se mund të jetë më e afërt nga sa mendojmë ne. Për ata që e kanë refuzuar ftesën e Jezus Krishtit, do të ketë kërcëllim dhëmbësh dhe dridhje. Por për ata prej nesh që e duan Jezusin, dita e kurorëzimit të tij publik do të jetë një ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. Do të jetë një ditë pikëllimi, tmerri dhe frike për ata që refuzojnë të përulen përpara tij tani. Por për ne do të ngrem kokat lart, sepse dita e shpengimit është këtu. Unë dua që të më dëgjoni me kujdes. Kuptimi i fjalës laik. Fjala laik do të thotë se vetëm kjo jetë ka rëndësi. Asgjë nuk ka rëndësi përtej kësaj jete. Ka rëndësi që të jesh i pasur dhe i famshëm dhe t'ja kesh dalë në këtë jetë. Ky është laiciteti. Gjithçka që ka rëndësi është se si ta bësh veten të lumtur në këtë jetë. Asgjë tjetër përtej kësaj jete.
Gjithçka që ka rëndësi është si të marrësh gjithçka që mundesh, të kesh gjithçka dhe të ulesh dhe ta shijosh. Këtë jetë. Tani që ta kuptoni, mendoni bashkë me mua. Ne mund ta shohim se si shumë predikime në shumë kisha sot, sa shumë predikues kanë rënë në këtë kurthin e të menduarit laik. Ata na thonë se jeta jonë më e mirë është këtu dhe tani. Jezus Krishti nuk vdiq në kryq që kjo të jetë jeta më e mirë që ekziston. Jo, ai po pret për fëmijët e tij në qiell dhe një ditë ne do ta takojmë atë mbi ret dhe do të mbretërojmë dhe sundojmë me të përgjithmonë. Lavdi Perëndis. Pjesa që më trishton mua është fakti se laiciteti është duke dominuar në shumë kisha. Në shumë kisha sot. Çfarë tragjedie. Çfarë tragjedie. Unë gjithmonë jam një njeri pozitiv dhe gjithmonë më pëlqen të përqendrohem te lajmet e mira, por nuk mund ta dim se cili është lajmi i mirë pa kuptuar se çfarë është lajmi i tmerrshëm. Si mund t'i dallojmë nga njëri tjetri? Ja se cili është lajmi i tmerrshëm. Nuk është thjesht lajmi i keq, është një lajm i tmerrshëm. Sa më shumë që një njeri përqendrohet plotësisht dhe vetëm në këtë jetë. Sa më shumë që një kulturë si kjo e jona përqendrohet plotësisht dhe vetëm në këtë jetë, aq më e lartë është shkalla e depresionit. Sa më laik të bëhemi, aq më të mjeruar jemi. Paraardhësit tanë mund të mos kenë patur kaq shumë luks sa që kemi ne, por ata ishin të kënaqur, ishin të gëzuar, sepse ishin të përqendruar te përjetësia. Unë dua t'ju them diçka, miqtë mi të dashur, teksa po vi drejt fundit, prandaj dua që të më dëgjoni me kujdes. Që në çastin kur ju e kuptoni se kjo jetë është thjesht përgatitje për jetën tjetër, në çastin që ju e kuptoni dhe filloni ta shihni këtë jetë thjesht si prova veshjesh për jetën tjetër, vetëm atëherë mund të keni një përmbushje dhe kënaqësi të vërtetë në jetë, pavarësisht rrethanave ku mund të ndodheni. Për çdo njeri të pakënaqur që vjen te mbreti Mesia, te Jezusi i vajosur nga Perëndia, për çdo njeri i cili e pranon se nevoja e tyre për kënaqësi vjen vetëm duke ndjekur Jezusin, ai do të jetë i kënaqur në këtë jetë. A nuk është kjo diçka e mrekullueshme? Ky është paradoksi biblik. Jezusi tha se është ujë. Ujë i kripur, ai që ju jep më shumë etje. Sa më shumë që pini, aq më shumë doni, sa më shumë që pini, aq më shumë doni. Derisa vini në pikën kur e kuptoni se të gjitha paratë e botës, të gjitha argëtimet e botës, të gjitha kënaqësitë e botës nuk do të mund t'ju kënaqin dot. Ejani te Mesia i vajosur nga Perëndia mbreti Jezus. Ju do të njihni kënaqësinë e vërtetë. Është vetëm një herë që ju do ta njihni kënaqësinë e vërtetë. Vetëm atëherë do të njihni paqen që nuk ka logjik. Kuptoni që ata individ që shkuan te Davidi, ata e dalluan fuqinë e vajosis së Perëndis. Ata e dini se ardhmja ishte me të vajosurin, jo me Saulin. Ata ishin njerëzit të cilët e kuptuan se Sauli kur nuk mund t'u jepte një paqe e gjatë. Ata ishin të vetmit që e kuptuan se Sauli ishte një uzurpator dhe ofronte vetëm një zgjidhje të përkohshme. Ata ishin njerëzit që e pan autoritetin e përkohshëm të Saulit, jo një autoritet i gjatë, siç ishte i vajosur i Perëndis, prej të cilit erdhi Mesia. Pra, ata ishin njerëzit që u konvertuan nga Sauli te Davidi. Ata u konvertuan nga mbretëria e Satanit te mbretëria e Jezusit. Ata u konvertuan nga të qenit nën autoritetin dhe sundimin e Satanit dhe erdhën nën autoritetin dhe sundimin e Mesias së vajosur nga Perëndia. Ata njerëz u konvertuan nga mbreti Saul te mbretëria e Davidit. Dua që t'ju bëj një pyetje teksa e mbyll. Unë i lutem Perëndis që kjo pyetje të ndjek gjithë secilin prej nesh derisa t'i jepni përgjigje vetes. Në cilën mbretëri jeni duke jetuar ju? Në cilën mbretëri jeni duke jetuar ju? Cilit mbret po i përuleni ju?
Në cilin autoritet po jetoni ju?